Nëse zgjoheni gjatë natës për të urinuar, ja veprimi që duhet të bëni që të shpëtoni nga ky siklet. Pyetja e parë që mjeku do ju bëjë nëse ankoheni se duhet të urinoni gjithmonë mes të natës është: u zgjuat nga gjumi sepse duhet të urinonit, ose sepse ju doli gjumi vetë dhe vu të re se kishit nevojë për të urinuar? Përgjigjja bën një diferencë shumë të madhe. Kur flini, rritja e presionit të gjakut në veshka mund të rrisë prodhimin e urinës. Prandaj, nëse zgjoheni nga gërrritjet e partnerit, nga pagjumësia ose për një arsye tjetër dhe nuk ka lidhje me fshikëzën, nuk është problem nëse shkoni në tualet për të urinuar. Por nëse nevoja për të urinuar është edhe më e madhe dhe është arsyeja kryesore pse u zgjuat, atëherë kjo gjë nuk duhet të injorohet. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Mund t'jeni duke vuajtur nga ndonjë infeksion i traktit urinar, që shoqërohet edhe me ndjesinë e djegjes kur urinoni. Urinimi me ndërprerje dhe pamundësia për shkarkim të plotë të fshikëzës, urina shpesh është edhe me një ngjyrë të çuditshme të errët dhe ka një erë të fortë. Krahas nevojës së shpejtë për të urinuar, mund të keni edhe dhimbje në pjesë të tjera siç janë edhe ato të mesit, sidomos në qendër të legenit dhe rreth zonës së kockave pubike. Ju janë enjtur këmbët, një gjendje e njohur ndryshe si edema. Fryrja e këmbëve për arsye të grumbullimit të ujit në to. I gjitha ai uji i grumbulluar në këmbë mund të shkojë diku. Prandaj rritet edhe prodhimi i urinës. Gjithashtu në këtë rast keni nevojë më shumë për të urinuar dhe jeni edhe më të shtrirë. Ndaj nevoja për të urinuar ju bën që të humbisni cilësinë tuaj të gjumit. Po vuani nga diabeti ose prediabeti. Në këtë rast trupi prodhon urinë për të nxitur jashtë edhe nxjerrjen të lëngjeve të tepërta dhe sheqerit të lartë. Në këtë rast, kjo shpjegon edhe arsyen pse duhet të urinoni gjithmonë gjatë natës. Nëse ndiheni edhe të etur gjatë kohës, edhe kur keni konsumuar shumë ujë, duhet të bëni patjetër analizat e diabetit, pasi me shumë mundësi jeni të predispozuar të vuani nga këto komplikacione. Keni nivele më të ulta të hormonit antidiuretik. Me kalimin e moshës është normale që të fillojnë të bien nivelet e këtij hormoni, i cili ndihmon veshkat të mbajnë në kontroll nivelin e lëngjeve. Sa më të ultat jeni në nivelet e këtij hormoni, aq më shumë urinoni. Rënja e niveleve të këtij hormoni nis që pas moshës 40 vjeç dhe bëhet më e dukshme te mosha 60-70 vjeçare dhe mund të ndryjë gjithashtu në shumë aktivitete tuaja të ndryshme të organizmit që mund të ndikojnë edhe në procesin e shëndetit. Nëse duhet të urinoni gjatë natës dhe kjo gjë ju krijon gjithashtu edhe shqetësime më të mëdha, atëherë ka ardhur rasti që të konsultoheni me një mjek për të evituar gjithashtu dëmtimet e mundshme të organizmit edhe ndikuesit e faktorëve negativ. Sa herë është normale që të urinoni? A është e dëmshme ta mbani urinën për një kohë të gjatë? Nëse shkojmë në tualet edhe gjatë natës, a është kjo një shenjë se duhet të shqetësohemi? Për specialistët, normalisht një i rritur mund të urinojë 3 deri në 4 herë në ditë, por frekuenca varet nga gjatësia dhe disa faktorë të tjerë. Madje, jo vetëm nga sa ujë pini ose sa lëngje pini gjatë ditës. Kafeja dhe alkooli janë nxitësit më të mëdhenj të urinimit, ndërkohë që ka edhe individë të cilët janë të prekur edhe nga sindroma e qeskës hiperaktive, e karakterizuar kjo nga kontraktimet të pavullnetshme të qeskës gjatë urinimit, gjë që haset më shumë tek femrat. Sipas mjekëve, nëse pavarësisht gjinisë filloni të shkoni më shpesh në tualet për të urinuar, duhet të konsultoheni me specialistin për të evituar kështu çdo dyshim të mundshëm. Në radhë të parë duhet të përjashtohen edhe komplikacione të rënda dhe shqetësime të tjera, ndërkohë që nuk këshillohet të mbahet urina para se ta bëni. Në këtë rast, dëmtimi i muskulit të fshikëzës së qeskës urinare, i cili fillon të mbajë tonusin, mund të fillojë dhe të rëndohet dhe të krijojë gjithashtu komplikacione më të mëdha të shëndetit tuaj. Nëse jeni një person që e mbani urinën për orë të gjata,
Ka ardhur momenti që të ndryshoni këtë zakon dhe të konsultoheni më shpesh me specialistin, dhe mbi të gjitha të përzgjidhni edhe dietën e duhur ushqimore e cila do të ndikojë drejt për së drejti në këtë aspekt. Nëse ju duhet të urinoni më shumë se zakonisht, mos e injoroni këtë faktor, pasi mund të ndikojë edhe në çështjet tuaja të shëndetit. Në rastet kur nevoja për të urinuar ju nxjerr gjumi, duhet që të trajtohet menjëherë, pasi nuk është një shenjë se duhet të injorohet, madje edhe ngjyra e urinës gjithashtu do të thotë shumë për shëndetin tuaj, dhe është një arsye më shumë përse duhet të shqetësoheni për këto raste edhe të trajtoni atë në mënyrën e duhur. Rreth 1/3 e të rriturve mbi moshën 60 vjeçare dhe më shumë kanë probleme me urinimin gjatë natës, dhe kjo mund të ndikojë në çështjet tuaja imunitare dhe në faktorët e tjerë të jetës. Ekspertët citojnë gjithashtu se, ndryshe nga faktorët e tjerë, ju duhet të drejtoheni edhe konsultave të specialistit për të bërë përzgjedhjen e duhur ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Gjendja quhet gjithashtu nokturia dhe mund të vuajnë shumë persona dhe shpesh nuk duhet të injorohet. Kjo gjendje do ju bëjë që të përdorni tualetin sa më shumë të jetë e mundur dhe gjithashtu të merrni trajtime të specializuara. Nëse ju duhet që të përdorni tualetin më shumë se zakonisht, atëherë ka ardhur momenti që të konsultoheni me një specialist dhe të merrni edhe trajtimin e duhur. Gjumi ndërprerë është i lidhur gjithashtu edhe me një rrezik në rritje të diabetit, sistemeve të dobësuara të imunitetit, sistemeve të sëmundjeve të zemrës, madje edhe ndikimi i radikaleve të lira. Të gjitha këto probleme mund të shkaktojnë në përshëndetin, gjendje ankthi, gjithashtu depresion dhe probleme të psikozës. Eksperti i shëndetit, profesori i urologjisë, Philip van Kerebryk, po i paralajmëron njerëzit se duhet të shikojnë në përshenjat e nokturisë, kjo për hir të shëndetit të tyre. Nëse jeni një person të cilët keni këto shqetësime, duhet të konsultoheni me specialistin. Profesor Kerebryk citon: njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualet për të urinuar është vetëm pjesë e rritjes, por nuk duhet të jetë kështu. Gjumi i dobët mund të dëmtojë seriozisht shëndetin tuaj, kështu që njerëzit që po ngrihen her pas here gjatë natës për të shkuar në tualet, duhet të konsultohen me ekspertin e tyre të shëndetësisë për të marrë trajtimin e duhur. Lajmi i mirë është se nokturia mund të trajtohet, kështu që nuk keni nevojë që të vuani në heshtje nga këto shqetësime. Një gjumë i mirë dhe i ndërprerë mund të ndikojë gjithashtu edhe në gjendjen tuaj shëndetësore dhe të krijojë probleme të njëpasnjërshme të shëndetit. Nëse jeni një person i cili vuani nga këto shqetësime, ka ardhur momenti të konsultoheni me specialistin. Produktiviteti, marrëdhënia, gjinia dhe karriera mund të ndikojnë në këtë aspekt, citon profesor Kerebryk, redaktori i Qendrës Kërkimore për Nokturinë. Tha se mungesa e gjumit mund të ndikojë nga të gjitha faktorët e funksionit mendor, duke e bërë më të vështirë të përqendrohesh, të kujtosh gjëra të reja dhe të marrësh gjithashtu aftësi dhe fakte të reja gjatë ditës. Jo vetëm që mungesa e gjumit mund të shkaktojë këto komplikacione, por urinimi gjatë natës mund të jetë një shenjë e një sëmundje serioze. Nokturia mund të shkaktohet gjithashtu edhe nga mbipesha e prodhimit të urinës. Mund të jetë simptome një kushti serioz të shëndetit, që kërkon gjithashtu një trajtim më të specializuar. Urinimi i tepërt i quajtur poliuria është kur ju shkarkoni më shumë se 2.5 litra në ditë. Kjo mund të ndodhë nëse jeni duke pirë më tepër lëngje se zakonisht, ose mund të jetë një simptome diçkaje më serioze, si për shembull diabeti tipi 2. Ajo gjithashtu mund të jetë shenjë e infeksioneve të fshikëzës urinare, gurve në veshka, dëvshtimeve të veshkave dhe prostatës së zgjeruar, sidomos tek meshkujt. Sëmundjet. Një person që ka diabetin e tipit 2 ka më shumë sheqer në gjakun e vet. Veshkat e tyre reagojnë ndaj kësaj duke nxjerrë kështu edhe urinimin me gjak. Nëse jeni një person që vuani nga këto shqetësime, mos i neglizhoni, konsultohuni me mjekun dhe ulni sasinë e lëngjeve të konsumuara në mbrëmje
për të evituar problemet të tilla. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.